Ai që ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit, që është i pranishëm dhe dëgjon, gëzohet shumë për zërin e dhëndrit. Prandaj gëzimi im është i plotësuar. Në kohën kur shkrua Bibla, dhëndri gjithmonë ishte figura qendrore e ceremonisë së dasmës. Kjo shfaqet gjithashtu në shëmbulltyrën e 10 vigjëreshave. Në dhjatën e vjetër, dhëndri është simboli i paharruar i lumturisë dhe madhërisë. Në këtë kontekst, Perëndia shpeshherë ilustrohet si burri ose dhëndri i Izraelit. Me këtë metaforë shpjegohet marrëdhënia e beslidhjes së Zotit me popullin e tij. Fakti që Krishti e lidh këtë titull me veten na dëshmon qartë se ai është Mesia i pritur. Kështu Krishti shfaqet si një dhëndër i kujdesshëm i cili me një dashuri pashteshme e do nusën e tij, pra Kishën. Ne e gjejmë krahasimin e marrëdhënies së Krishtit me Kishën me atë të martesës 14 herë. 3 prej 4 ungjive e quajnë Krishtin dhëndër. Marrëdhënia plot dashuri midis Krishtit dhe nusës së tij të shtrenjtë, Kishës, është përshkruar në mënyrë të paharrueshme te letra të drejtuar Efezianëve, kapitulli 3, vargu 27. Krishti si një dhëndër e do, e mbron dhe kujdeset për nusën e tij, për ta shpëtuar atë. Shpëtimtari jo vetëm dha jetën e tij, por akoma nuk ndalon së kujdesuri për të dhe është se veçanërisht të shtrenjtë. Qëllimi më i lartë i Krishtit është që ta nxjerrë atë përpara vetes të lavdishme, pa njolla e pa rrudha, ndërsa Kisha është në pritje për radhin e dhëndrit për të festuar dasmën e qiellit, marrëdhënia e thellë dhe e ngushtë me të jep forcë, shpresë dhe siguri. Aq gëzim të madh do të jetë të shohim dhëndrin tonë në fytyrë, Krishtin, si dhëndër që ka vendin e parë në zemrat e njerëzve të tij. Lutja ime sot, o Zot, më ka pushtuar dashuria për dhëndrin. Bëm gati të marr pjesë në dasmën e tij. Amen.